Një nga momentet më të diskutuara të ditës në Big Brother VIP Fan Club lidhet me refuzimin e Malit për të takuar babain mbrëm. Mali vendosi të mos e takonte duke shprehur se nuk ndjej gati emocionalisht dhe se nuk dëshironte të futej në situata që mund ta bënin të ndjej vënë në presion. Ky vendim nxiti debate në shtëpi dhe u komentua gjërësisht nga të ftuarit dhe opinionistët e Big Brother VIP Fan Club. Gjatë diskutimeve u analizua se si ndikon marrëdhënia me familjen dhe gjendja psikologjike e banorëve, dhe se izolimi brenda shtëpisë bën situatën dhe më të ndjeshme. Opinionistët shprehën mendimin se Mali po përballet me një konflikt emocional mes detyrës së lojës dhe ndjenjave personale ndaj babait. Sot në Fan Club, babai i Malit foli hapur për situatën duke deklaruar se nuk është dakord me mënyrën se si Mali po e luan lojën, dhe disa vendime dhe sjellje të tij nuk përputhen me vlerat që ai ka mësuar dhe i ka përcjellë si familje. Fjalët e tij krijuan tension në studio duke nxitur diskutime të gjëra mbi presionin që marrëdhëniet familjare mund të krijojnë tek banorët. Mali nga ana tjetër u shpreh i lënduar dhe i prekur emocionalisht. Ai tregoi se ndjehet i distancuar nga babai dhe se vendimi për të mos atakuar Teatin nuk ishte thjesht një refuzim, por një mënyrë për të mbrojtur veten nga një situatë që e ndjente të rënduar emocionalisht. Ai gjithashtu theksoi dëshirën që publiku të kuptojë ndjenjat e tij dhe vështirësinë që po përballet brenda shtëpisë. Analistët dhe opinionistët e Fan Club u shprehën se ky është një nga momentet më të forta emocionale të ditës dhe një shembull i qartë i ndikimit të familjes tek vendimet dhe gjendja psikologjike e banorëve. Publiku reagoi menjëherë në rrjetet sociale duke dhënë mbështetje për Malin dhe duke komentuar se kjo situatë është një nga më dramatike tek këtij edicioni të Big Brother VIP. Momenti thekson rëndësinë e marrëdhënieve familjare në lojën e banorëve dhe e bën historinë e Malit një nga temat më të ndjekura dhe më të diskutuara të Big Brother VIP Albania 5. Për të informuar për të rejat më të fundit, mos harroni të na ndiqni.